Përshëndetje njerëz. Tani ne sot do kemi një eksperiencë të re dhe për ju dhe për veten tonë normal. Sot unë dhe Toni do flejmë diku që nuk është stani, vetëm unë dhe Toni. Kurse tjerë do flinë duke stani. Ana dit një shoqëruese tani si fillim, po nuk do marrë pjesë Që të sistemojmë gjërat domethënë. Do sistemojmë gjërat te banesa e re sa për Për një sonte, natë. për një natë. Dhe tani na ndiqni duke bërë gati vendin. Tani Po ngarkojmë makinën. Tani do ikim te makina, do të marrim shumë masa se ka i vendi është goxha ftohtë, nuk krahasohet me stani. Edhe goxha merr të këndshme. Mirë, mos i thuj të gjitha, mos ta marrin vesh. Do marrim edhe gjëra të tjera vetëm për tanijen. Po sa për tani. Jurganin e kemi marrë për çarçaf s'kemi. E mori më çarçafin e kishte aty ja ku është. Ja ku është merrni aty ke gardhi, ja stiku me çarçafin. Jo, po ta marrë një çarçaf. Ja ku e ke çarçafin. Oli do këtu moj. Po ja stik. Ja. Pse një astik edhe unë dhe Toni? Po nuk ka më shumë vend për ti. Jurganin e kemi fut. Ku e ke fut? Po shkem Ja, kohë, këtu. jo me makinë. Ah, do Po, ikim makinë. Kam. Po do ikim këtu. Mirë, hajde. Më dhe makinën. Hajde. Elton dhe Ledi si ndjeni sot? Sigur po shkojnë luftë. Toni do ka lashë. Do luftojnë me shkopa Elton. Mos e thoni se ku do ikim, se është sekret akoma. Pse se keni shpjeguar akoma? Jo, se E kemi kemi tregu. shpjegu, po se kemi thënë vendin. Kemi thënë që është shumë ftohtë edhe do të marrim shumë. Dhe ka një erë shumë të këndshme thash. Edhe ka njerëz shumë të këndshme. Hajde ta zbuloj. Hajde ta zbuloj. Avdi. A i kanë marru delet ato? Hajde një hec, që kthesh. Këtu jam sike. Po nuk e di do e çoni me sukses deri në fund. Po, Ja po do e lejnë. më shumë shanse ka të rinë deri në gjysë sa të vim mes natës nga Djegestani. Në ngelim aty atë sigur të vim. A i kanë marru delet to? O, në kam. Jo frikë, ku di unë. Ledi. Qeni. Tani do futemi. Ky është vendi, po ju akoma nuk e shifni se është natë, ose e shifni. Ta që ndaj me një në shohin e se shohin. O, zot ka. Nuk e dhja e shofin. Hec, hec, bota që hajde. Ky është Lukja. Lukja është shoku... Luke. është shoku jonë për sot. Shoku, a shoqa. Shoqja jonë për sot. Sa kurioz jam ta shoh vendin. Së se kam për vete. Murri. Me që në Ledi dhe Toni do flinë me një vend që as vetë se kam pa akoma. Dhe e shofi për herë të parë. Ku është? Ta një vendi, ua, mos në tu që është kjo. Afroni aty shpjegoni me anën. Olton, kapi qik Që të flesin, botanijet. ua. Po s'dilim tok, kapi tok. O ba, meri pak t'i kalim nga natire që të kaloj unë. Ra botania ju marrë drejqi. Raja stikun tok. Raja stikun tok. I është për 7 veni dhe jastiku, shko mere. Fillu t'ju. Raja stik. Po ka, me vale do qarri. Mirë, hajde të sërën qarqafin. Hajde në qërqafin. Ua, shifi. Ua, në do flej me këto. Be. Tani, unë do flej sonte këtu, në të vërtet unë kam nevojë, jo Eltoni, po Eltoni dhe shoqëruesi im, jo për frikë, po thjesht s'kam qa bëj vetëm, s'kam me këpi muhabet, jo për frikë, normal. Unë kam që nevojë, kam që në azëm. Ja, akoma që. Jo, nuk jam akoma, se me kalimin e viteve që kemi ardhur në bjesh, unë më është përmirësu goxha, po sot do flej këtu bashkë me Eltonin, edhe do... Bashkë me delet. Bashkë me delet, se kjo është ideja, do me thënë, se ju do thoni pse do fleni ju këtu. Ne do flejmë këtu sepse era që si thuhet, frymarrja që lëshojnë delet, Gjatë natës, po? po gjatë natës, bën mirë për mua që kam shenja të fundit të astmës. Edhe kjo është mirë të bëhet sikur, domethënë 21 ditë flesh këtu, po ne do flejmë vetëm një natë dhe jo 21 ditë, edhe këtë një natë nuk e dia do ja dalim me sukses. Hajde Toni, do shkojmë vendin tani. Hajde. Këtu është vendi gati sepse këtu fle një nga çobanët. Se da i ka probleme? Jo, ai ka probleme. Ka?
Ka Se unë nuk e njoh smundje, nuk e di. Edhe ne do i shtrojmë sipër rrovet aty se nuk duam t'ja heqim se ai do vi prap nesër ose pastaj se do flej këtu. Prandaj dhe kjo është arsyeja që s'flej dot 21 ditë dhe po të dua, po unë nuk dua. Hajde. Hajde Elton. Shive mënyra si të ngjiten. Ha ngjitë ledi. E thy po led. Është shumë vend i vogël, o Elton, nuk do rrim. Eltoni është klaustrofobi. Jo. No, njëve nga të s'kemë të stane të fletë. Ishte kontacion çarçavis nuk e shtroj. Do bëj se video në TikTok kur du mami. Ua, çfarë ka këtu? Era të mdelin pra. Si jena të liqenit. Po çfarë diçi? Ore këtu se ku ka miza këtu lart. Si ku ka, po ka. Ka. O Ana, hajde më ndihmo. Është rënd çik vini se unë nuk po hypi dot. Jo, nga ana tjetër Nga shumë. ana tjetër është. Është shumë. Në, A është kështu? po, ha. Shtrohen. Ma qa loti, wow Elton. Shivini sa vjen i vogël është grepa kamerën. Hajde, Shivini sa shtyva, vjen i aj. vogël është kaq është, ja. Dora ime arrin këtu. Dhe ne do flim këtu, edhe unë dhe Eltoni, për zotin. Do të gjonim gjes me këto të mjel deri. Për zotin, ua. Do të qohemi më vonë, po ideja. Mos bini nga kjo. Vazhdoj të mos flim fare. Ej, po me ardha rrugë, sot ke dele tuaj, t'ju marrë dhe juve kështu për rrugë. Jo se ne jemi shumë lartë, s'na arrin dot. Po, po. Na jepni një astik. Një astike lej thaj, mos të na jep Një një. astik kemi, edhe për vete dhe për Na jep Elton. një astiku. Nga cila ando Ju do dy e fini vejmë? skandaloz. A do e vejmë këtu apo nga ana tjetër? Ana tjetër, marë. Po kokën nga ato. Apo aty është ideja e. A do vejmë kokën nga ato? Ajde dhe batanien, edhe organin dhe Ka vejmë, maron. do e vejmë këtej. Ha mos që ka shumë keq, dak, unë mendoj se ishte çik më keq. O Ana, a je serioze? Hajde, ka. Po kanë shumë zhurmë. Ua, këto të tërbo kanë gjithë natë. Okej, hajde. Tani? Do flej. gati. Tani janë gati për të Do fjetur. flej njëri. O Elton, po jo ma Do flete, gdhien, çfarë do i gdhin me delet Mirë sot. nisi ideja. A është rahat? Iqi komët jashtë, iqi komët jashtë. Iqi komët jashtë, në iqi komët jashtë. Shtyu ande, shtyu se do jam dhe unë. Shtyu. Shtyu. Olta Olton, shty. shtyu. Olton, shtyu. O, Ana, thë O, mamë, shtyu ande ta shofa në nxe. O ma më buk sot. O, kënej bike, për zot. Po mirë, shtyu. Le do hyp, ha? Shtyu. Hiqi komët. Ta vërojmë pak si ide se do i heqim atletet. Charlotte. Ha, shtrihen tani. Ua, Të dy veta ka për të ra, për zotin kjo ka për të thy. O, Elton, për zotin kjo ka për të thy. O, Ana, për zotin kjo është me dru. O, Elton, në ka me për të kjo ka për të thy. ha si u duket. Po, qa janë të këtu? Ha, këpuc. Shivi këpucët. Që kanë fringo këto. Koka e, bo. Ja, Na tërgo shoqëria Ledit e tonit për sot. Ua. Këto e pas kanë nisë tani gjumin. Ka pufshit me pësur të ua merdi nisën ka për Ta një njerëz natën e mirë, do shifemi. Për zotin nuk ka Po na zuri gjumi do flejmë, po sa zuri gjumi, do jemi me ju gjithë natën. Iki herë, mo. O, në shimë më veç dy druka këtu, e disi pi në dire, që me to dhe. Prita shoh? Shive, ja. Nuk e liqen këto, po, jo, po. Nuk le ky me hedra, ky drunin këtu. O, Charlotte, Pra si pra, koma ka me Sa miza ka. Ka me mdalë më koma kështu. Ato e di miliard shmiza, po s'funksionon. Po, ku funksionon tu? Shive. Oh, O, Elton! Nuk e di a duke në kamer, po... Ua, hi ka hajde zbresim. Jo, bësha ka. Ta një njerëz natën e mirë do shihemi Do shimi me gjatë natës. Natën, thuj natën ti më. natën. Bëjmë një gjë të re sot. Të re për ne, si për babin nuk është e re. Po, pra. Ne sot do ikemi në pyll. Ora është, sa është ora fik? Ora është 10 e darkës. Kanë 3 ditë njerëz që më lusin, a mund na çosh pyll. Ne do bëjmë një rrugë që është që bëjmë dru, po do zgjasë në 1 orë, gjysora, 3 orës, po është mes për mes pyllit. Këto duhet ta kenë si eksperiencë. Si ndjeni? Qipse ne tani e kemi me qive, pastaj mund të edhe të pendohemi, po nuk ka këthim brapa pastaj. Shumë gjysma. Hajde si. Unë s'kam qenë asnjëherë, a kanë qenë më dhe toni të kjo rruga? Jo, natën jo. Po ditën ka qenë, unë s'kam qenë as Po ditën. ditën ka qenë tani, da, ana duket. Ditën unë s'kam qenë asnjëherë. Tani ne kemi hasë, mos na del dhe një e gërsim para. Se po na doli unë kot qeshë, se unë nuk e që do bëj, as vetë nuk e që do bëj. Ba, po unë se di rrugën qyteti shpejt. Jemi në kohë më u këthy prap.
Do përfundojmë si mami të ullut. Imagjino të kishim shku të 3 vetëm, ne imagjino. Imagjino të 3 vetëm. Ne s'dim ku të shkojmë. Po do nga është? Ora, asu nuk e dallet të rrugën këtu. Qa është kësë shof gjë? Se do në di rrugën, të shof gjë. Ora, ditë e darkës. A së është me e lutëse këtu? Po në ditë në drejtoni më dritën. Ore, këtu nuk duket gjë rruga, por që si është? Po pra, këtu s'duket. Ore, gjeda të poshtë. Shena për hongër. Për zotin, që shena të... Kush në e sotin me ikë? Është i pjesë e vete, po ashtu. Është vetëm një rrugë, sa mund të një makinë, po poshtë është të tipu merë, është në tjera. Aha. Me qena një që i kanë të vdek, sot. Hajde, lam të mirë. Sa shumë miza i mlet kjo drita. Pakten programuja të karme që po vdishe ta publikoj vetë këtë. Me që në u lodhëm nga këtu që s'është sa metra është nga stani, mo. Po tani s'është më hall lodhit, është hall frike. Po të lodhë. Po t'ishe halë frike, unë tani nga këtu ishe halë, rësin që veç sprint pa u gjatë fare. Kështë më i ferë në kom, prit. Më i ferë. Ana, je me atleta e me shapka? Jo, Me qa je? më shapka. A, më thja fut kohët. Prit dalëm parë se ti ke dritë. Po unë 3 e fundit, të? Që të kapi tjerë, kush. Ore, pse 3 e fundit unë? Po e, mami me e bu dritën tjerë uma. Jo. Ore, pse nuk e se shpejt, me? Po nuk e dim rrugën, nuk Ma e shoh. po plicin. Jo, o na duhet vetë. Jo, nuk zbres këtu. Jo, ba, më kam frikë. O ba, për zotin kam frikë me zbret këtu, që po bëni? Jo, nuk zbres, hajde të ma e dorën. Ole, da jem mirë. Nëse këm tërheq, ana ma e dorën. Ku aty po shfarë, kena hyp shumë lartë në budallajt. A, jo, unë do shkas shumë me këto atletë. O, në të! Unë të kap! O, ana, hajde ti më pak, moj! Po me si zbrita. Po, jo, i kështu vë sta, futa në një. O, ana, hajde pak. Edhe do me ardhe të fyllë, kjo nuk zbeta të Hajde. Prit me se rëshkas. Po akuma të rejati. O, nuk kam mirë. Me këto rëshket. A ti ke babi shko. Kjo do a. Do të kishëm nga një dritë se cili. A këti do hecim? Po. Jo, nuk e di, prit, jo, këtej poshtë. Ti poshtë. Jam të ra. Hece, do hece, jam... Ore, sa frikë kam. A fut këtë përse nuk i do të më posë se kaq. Oh, kam frikë. Oh, no. Hec, ona, hec, jam të ra. Ore, po këndet. Ore, jeni mirë, ma së rukën se dini. Vu talleri me ne. Ole, do e hongëm dera. Wow. Aha, po, atë. Opa. Kroturak, jam one. O ba, nitë e dritëm tato, bur dukemi qik ne. Le do hajde. Ka drita ime. Ndizë dhe... Ore, sa përshin ke? 60. Ha se ka. Hajde, do majde. Jo, zbrit ti dhe më kap mu nga poshtë. Prit, Eldo. O ba, kap e anë. Ha më një më poshtë e keni, tu a fut kod. Hajde. Lidit. Dhe na, Hajde, Ledo. për zotin, edhe me këput. A të zbres kështu? Si prap më poshtë, më vërtet? Edhe një Prit. Edhe një më poshtë, do të Ledo. Prit. A jeni mirë, men. Hajde më kap pak. Po të të kapa. Në nga trojnë toni se heste si jerë. Isha duke ecë për poshtë, tim sa hajde lartë. E Unë pra. di Ana maj pak rrugën. dorën. Jo më thatë mu hajde të lartë. Ora, jeni mirë, më po tallin ju tani. Nëse pas e të thoni, jo po një me poshtë, ku të na shoni? Janë të në që në borë në duket. Ore, të të shof. Ma një qik blitin tej. Ua, ku mos këna në pyll vjetor. Tash njëri hete mu këtu. Eltoni. Jo, esë në ta veti. Prit, si të ecim? Po, e që pra po e s'parë të një. Ore, do njëse më për këtë, të Po fik, po qa ti bëj? Jena shumë dobë me këto drita. Jo, po si s'ka pra. Ashtë jena një më poshtë. Ora, Jo, s'ka më poshtë. jo, jeni më lartë, për po tallin ju tani. O ba. Bëj dritë. Ore, që bëhet shumë? Do këtë trakë pema. Hajde ikim, o ba. Jo, hajde, është lartë. A jemi lartë? është lartë. Hajde ik. është lartë. është lartë. Hajde tani. Më lartë rruga më poshtë. Më lartë. Me dini u së dim ne tani. A më lartë? Po ka gjithë. Ore, të sa frikë. Pema s'është, këne më lartë s'është sigurt më poshtë. Hajtë pemi dhe mrava ta gjitha ma rrugës e në smenë. Do me velton maj. Le do hajde.
Me dali e fundin. Si të varë. O kap më fort, po idiote moj. A i di mirë ose i në të na hodis. Po drita, hiku ai me drita, i 2 drita, si dhe më telefonin këtu. O ba, si dhe telefonin këtu. O e tona ndëroma. O ba, si dhe telefonin këtu, ma. Jo më nuk heci pa drit. Njep telefonin këtu. Nuk shoh, ma. Ti shika armacja me nevëre. Zebe. Për zotë, shika. O, Tomi, po iko, Tomi, jo do kthejmi, nuk e marrim Tomi me vete. O Tomi, jo! O, se kam përta nga i gjë Tomin, në. Hajde ikim, hajde çojmë Tomin, o ba. Hajde poshtë, hajde. Mjep, Ana, me telefon ti vasil këtu, se unë nuk heci këtu pa telefon. Nuk shoh fare. Ole dhe i gjati, ole dhe. O, Ana. O, po më sërin të vlisër, më do se ku luti i gjë. Hajde. Si telefon. Nuk jo, dhije, disa vështirë tani. Nuk është punë. Po më du dritën, nuk du vështirë, do më thënë, du dritën, se ka Tomi. Hajde ikim stan dhe marrim drita. Iku Tomi, iku, ja poshtë. O, babi, se Tomi nuk ikëm vetëm, nuk e di rrugën ai tani. Ka për të ardhë vetë. O ba, ama një Tomi, se Tomi do e gjina gjë e keqe. Për zotin. Hajde këtu me mullit. Hajde para. Hajde Tomi, hajde ti idiot dhe ti na o dush. Ja ku rruga ti po. Jam tura, O, më bura jeni mirë. Ku po? O, ole, o, ti a jeni mirë. Ama mo. Po si do zbresim këtu? Ka për në ndi Tomi. Ti ka le ta teke. Po shi më këtu është gjithë ferra, ku hecet këtu? O, po, për zona ndeqëm Tomin, aman. Ti se çfarë rrugë ke andej. O, po, Tomi. Po iku se Tomi nuk A, është edhe më poshtë, po. Si su ne e ka prej dhejt për. ta kafe. Si ta kapëm, ba. Po t'kapi ty pse Tomi? Është 100% e sigurt që e ka drejt, pra. O, bra, di, mos të bojmë të. Nja Po rruga. ku e bëm do të me lejtin e këtë më Poshtë, është poshtë këtu. A, është kjo këtu, më? Ku poshtë, më s'ka poshtë. A ti poshtë fare, wow, babi, po tallin o të një. Hajde se kemi hypë shumë. Po ju zini rrugën. Ja më ku ke rrugën me shpejt. Het zbris. Po dritë, jam të ra, dritë. Kjo po vetë për vete kësa, që intereson tjerët. Mu kam frikë. Po ikë në stan me. I ka frikë me rëshit nga këtu, jo. Po ke frikë, kena 3 orë me që të marrë të lartë. Jo, 3 orë se s'dishit ju rrugën. I ka ne mos u kap ka unë. Qa thot këmë? Jena thu ikë për limjan fare. Hajde i bim këte. Tomi, bëpa të bisë lartë. Po Tomi t'vi vetë si qëri di tani. A është kjo rruga vërtet? Shive rrugën e vërtet. Kjo është rruga, por do Na maj lodhemi. pak këte. Do lodhemi. Do e ama, Ma e pak telefonin. O, Ha tani na e thyrë. kjo është rruga. Hapo më na bu. Por shumica rrugës Ullet, është rrugë tamam, pastaj nga fundi është malore. Po nuk nuk është është shumë me mqa kokën, më mi ktheuni. Lejti do filloj kështu, është shumë alor madhe, do ikësh apo do vish? Mos na lësh Do i rrugën. shqipesh gënd? Rrugë tamam. Do shkojmë në i poshtë fare dhe do ngjiten në lartë e kodra për atje. Do vish ajo? Ore po o babi, malore po thotë për këtë kodrë që do ngjisim. Ne ikim deri në pyll thellë dhe pastaj kthehemi prapë nga njëjta rrugë. Po. Mos bëjmë ato malore. Po. Se ti ledi e shumë problematike. Pyll thell. Po, hajde. Qa? Se mundi. Dim drejt ajo, fusha. Dhe aty ku bëm druto pap. Ja, e kap. Pse? Shumë rrezik. Na, ka. A ti imagjino këtë vit nuk ka shkel asnjëri, veç Ka, ne be. kena shkel. Ore, Tomi, për zotin Tomi. Po, babi, po. Hesti. Po në që Tomi t'jek e fajn, hajde. Mirë. Po qarë mirë si ku intereson këti. Ku rruga ta mam, tani s'pe kuptoj. O babi, pse nuk e ke kariku dritën tatë tani se na habite? Me telefonin tim do rri, telefonin mi bi bateria, si do hecim? A si prit të zonë paralel me ty? Se të që para është problemi me hec. Hajde. E a qa ferrash. Qa qenda shi të pa TikTok aty ke stani. Për zotin që të pa naj film të këstani. Ka me O, që na gjitë neve me i Inshallah po arrim filmatën. deri sa të shkojmë atje. Inshallah po arrim deri atje ku e nisëm. O, zotin ma. Si po dole nga pyll, mos mundaj në 2 pa 2. Mos ka fëjë ka këtu. Disi të Belarus e u përstu. Nga fëjëri. S'ka O po dritë. normal se nuk e kishe me kariku dritën. E kishe me let me merën. Nuk do të detyroj. Atë prishëm e.
Po nuk është Tomi, hajde ikim, hajde ikim. Tomi! o burr kam. Hajde kthejnë. Hajde. Tomi! Tomi, hajde! Tomi, oj nusë! Oj drita ime! O shpirt, po më së qanë! Hajde, hiku, hajde se ikëm para, ha. Hajde, se që ka për ne kjo punë. Heci, po... O, po përfundimisht, në sina për këtë punë. Po t'jani nuk merr drita në çfarë fajt kam unë ty? Çfarë fajt kam unë që ti si i përgatit? Po tani do ta gjej ti se s'është problemi im. Unë dritën time e kam tu hec isha. Duhet kishim se cilin nga një dritë edhe unë kam frikë edhe po t'kem dritë, që që... Po s'pa të drita i s'delmin. Sa u dërgon, që vetëm në vetë. Po, pas të mora dritën e meshë, du të mora dritën e meshë madhe, ta ka rikën sande. Jam të ra. Bravo. Ecëm në para, po. Unë se si du të para se unë s'di rrugën. Olton po ne Unë ato ec jerm. Bo. O, Tomi, zemra ime. Ku Tomi? Jarë para me, o. Para te? Po unë se di ku është rruga tani. Sa e mi që është më vja, që të le vetën. Edhe natën. Se kjo s'vjet ditën e më të vi natën. Ora, je kanë di se do ndodhin ai gjë e keq. Ndodhe me ty. Të bëhet shmëndur. Unë nga më të ikun. Nga më të ec lartë. Në dole e saktoni që ka sakë në dole leti. Po si janë frikataj ku sa na sarove nerva tashi. Më ankesa që më durohet, fare. O, sa vape. Tomi, Ku është? a është mrapa moj? Se shufakur. Pyta shoh se mos është mrapa, na lo. Ja, mrapa është. Jo, se zvjej hopaj. Hajde o dritë. Hajde Le, Tomi. lesë nuk e kap dollë. O, sa imi shë. Nena. Po Tomi për ju ka ardhë. Kapën ka. Hajde o Lese Tomi. vje vetë, po lese vje vetë. Mi rri aty me ndodh. Hesë para. Përfundimisht lesina pra si gjo. Hajde Tomi. Më që nuk se kishim pane fare, veç kur ta njoshim. Por veç do të kemi pajisjet a mama, po jo kështu si çerdhëm ne sot. Kjo me shapka, pa drita. Unë ke marrë ato dhe të shqipitën tate. Po gati. Po unë gati isha. Gati jam akoma, dritën time e kam. Unë me këtë dritën shoh rregull jam. Tashi duhet i rob me majti dritë që dukemi të gjithë. U gëzoi shkreti që u kthy. Si Po, po. kush dhe ka kujtu se e kena lënë vetëm. O, po pse puna maja linda, ja thuna humbi atë, rrugën e i. Ka pas frikë me ardë, edhe na ka thirrë ne që gjasën hajde ikim qesh. Ta shio njërë sot e vazhdojnë aventurën e tyre anë dhe i gësat. Por mu marroj aventura, as që filloj, po nisë. Natën, shqyqyrë dhe më shnosh. Hajde Elton. E hongër mu Elton. Ngjellet ju të vendë, po u tërhoqet dhe nga kjo jeni këtë fare. Nesën pyll, hymë, thjetë do bëshëm qik, bëshëm prim qik me gjatë. Që bishëm qik me gjatë, të haqë të mund të një dy tjetë. Ta shi të shofim, do flenë, do të thonë dhe ke delet vetëm, thoni me letin apo ja. Do të akvim njësin apo... Ore, unë e thash, ne edhe të dumë të Unë do kemi të fik frikë. telefonin. Ko telefon? Telefonin tim, së mbje do zile. Po. Të dy valë ke, Se ka val aty? Po. Po s'kam internet. që gjithë ta dish. Po, të po na kërko prapa i neve. Hec. A shef, o ba, ka artu Po, afer. Hec. O ba, shive, o ba. Sot. Mos komi. Ktheu, hajde shpi. Hajde ikim e lede, se po të provoko. Hajde mu Elton, hajde. Ky pallosh e vogël ka vetë putë mije, 22. Se ku na duhen shumë këpucët aty. Sigurisht të shkum po shkativët nëna, po vete keni zgjedhë, keni 3 ditë që sa në kagë. Mirë më ne e zgjodhëm, pa e ditë si është. Ti e zgjodh, o lede, unë vetë shumë thaj ti mu. Po e ti pse the po atë. Tani me shpirt i ke fletit e stani im, rath fare. Kur flenë gjumë të derit zakonisht, apo se ke i den? Kur flenë gjumë të zakonisht? Të flenë mos e na shmenë be aty. Delet? Po, Pa delet, shpojnë më. po flenë pra. O të hatë pim qikuj se pale, ana ma më të shumë arë deri të me pijuj. Ta të abiju në qështë të përse. Të abiju në qështë. Është një përpare. Hajde ras vërtike. Po jas vërtike. Do shurohem sot me shoqet. I po Elton. Natën dhe vinë deret mu po shkasaj. Me vërtet? Po, hes. Kanë arë që ta shi. Hes. Ta di që unë jam gjumë tull direkt. Mi. Ripari. I burgosur ripari.
Ti dilani nga nga tjetër ato. Ne. A ne I bie, tha Eltoni. Ja, nuk bie. Masa udje të është për zotin. Skriu atje. Kena për të çur natën një herë. Elton. Unë jafta me kokë kësaj. Qo mërë se do I mulojnë me vatanie, ku e të shku këshu? Jo, me pisa shvap njerë, e vi. Vete një balanim, no. Mirë, hajde Elton, ulemi si për kësaj. Qo, ulemi si për Po kësaj. mblosh pak më vonë, më. E të të do a marrë janë zera ne, ose të i shkelin një lanë. Na I le këtu si për kërëm të atletet e tjera. O to, natën. Natë. Natën. O më gjumë do fli. Jo, do më na fri gjumë tashi. O më flijet shumë. Po vdes për gjumë. I kështyua ne. A, gjven ke? Natë me mirë. Natë shmene. Me vërtet do flesh? Po, më se më flijet shumë. A flet dot? Po, më zë gjumë edhe më hajë. Edhe ku? Natë. Por janë këto delet, nuk di që po bëjnë se këtu janë edhe meshkuj dhe femra. Edhe qingja. Edhe qingja, edhe beba. Po. Po si kur në gjesh një gjumë natën se do reagoja. Gjumë. Për vete, mendon se do rrish do deri në gjes? Po, edhe pos nejta shë do bëj, ku do ike? Po pra, pikërisht. Edhe po s'patëm frikë, nuk kemi kemi akoma më shumë frikë t'ikim ke stanion, se është një 10 minuta në këmbë, edhe është natë. Sa minuta me? Është një 10 minuta në këmbë stani. Qa thume? Sa, 5 minuta. 4 minuta. 4 minuta, okej. Tani, nuk e du që do bëjmë. Këtu ngjoni ju delet që bëjnë shumë gjumë, nuk e di akoma s'kam flet gjumë. Jo, si në gjënë. Ngjoni. Jemi ne me mikrofona, vesh neve në gjënë. Nëse ju basa nuk I ngjoni, po delet tu nuk kanë flet akoma edhe po bëjnë kështu be. Ojto nuk e di, unë tani për shembull që është errësirë dhe nuk e shoh se ku jam, mund të flej. Po nëse rri për shembull një moment dhe mendoj se ku jam, nuk më zë gjumi, e kam seriozisht. Jo se do iki, po thjesht gjumi nuk më zë dot. Po I kem qa dhe mua dhe ja fusim për stanë. Po si e fuzim për stanë? Vjen ti po t'kem frikun? Me blis më jena. Për shembull nëse unë çon natën kam frikë dhe ikin stanë dhe ty të letë flet gjumë këtu, edhe çosh mëngjes edhe shef që je vetëm, çfarë do mendoje? Po më gjesë të qomë unë, po vetëm natë më të Po nëse qomë. do çosh natën do shifi që unë kam ik. Do të qosh edhe unë, edhe do di lërë të çobanët, po kështu. Edhe pastaj do unë isha për të shtanë në sprint, do vija, do zgjoja mamin dhe pyse kështu. Do të shifi aty, do të fusin e 2 shpulla. Unë gjumë dërgë, çfarë dona? Kur e mene, ku po flejmë. Për zonë, aty po them dhe unë, nuk po them që kam frikë, se unë këtu është shumë errësirë njerëz dhe nuk shoh fare. Por as unë s'kam frikë mos. Dhe ngjohen që janë super afër dhe e dim që I kemi shumë. Janë literalisht poshtë krevatit. Domethënë, ne kemi këtë krevatin, kur krevatin nëse e shihni ka këtu. Këtë si tip çatije dhe poshtë, sepse ky është krevati në ajër, jemi gjithë me shkallë, ju e pat. Dhe poshtë shtrihen delet dhe flejnë gjumë. Aq shumë do ngjohet nëse nuk kam flet akoma, që s'kam flet. E mora me shumë sportivitet, po nuk qeka dhe aq. Po Eltona, a flet do tani? Eltoni, që më bën aty? Sa bën, sa prek aty? Se kjo drita shumë e keqe, ne jemi blitz telefoni. Po ik më. Që patën këto? Pra, në gjumë dhe ti sigur... Sigur qa? Që tani fillove ti? Po pse që tani fillova, ma nuk lejohet më tregu që ngjova I gjë? Sa miza ka këtu për zotin, po, sa miza ka këtu. Unë I kam frikë më jo për gjë. Edhe këto I tërhej shumë drita. Po tani ne pa dritë nuk do rrim, se kemi 2 mend që të rrim pa dritë. Edhe di qa është më e keqja, se unë dhe Toni jemi, se të ngrem pak kështu, unë dhe Toni jemi 2 nga fëmijët të vetmit ne që lëvizin shumë natën, kur flejmë kështu normalisht. Lëvizin ekstrem shumë dhe këtu normal që është vend super jo për të lëviz. Këtu nuk ke si lëviz, është shumë vend I vogël. Është krevat për 1 person dhe ne jemi 2 veta. Përveç kësaj jemi lartë, edhe është thjesht druri, nuk është se kanë gjë që na, për shembull si krevatet marinare që kanë atë pjesën kështu.
ti thot, Aha. ua thot ka vetëm 10%. Fika. Fike Ti thot do vi babi nga ato baterinë tjetër. Po fika pa desha të vi babi. Ora është 10:41, shqipni delet. Domethënë këto flenë këtu poshtë nesh. Më vonë afrohen, vinë edhe më afër, mund të ketë ndonjë poshtë që ne nuk e shohim. Pastaj këtej nuk duket fare se është shumë errësirë, po që është stani ku rrin ato çobanët e tjerë. Elton ke flet? Elton, a ke flet? Elton një është gati për të flet. Çamë? Nuk të ze, do t'ikim. Ju du, po thënë, a shumë së më ka. E ke seriozisht apo tallesh? Po çka ke që nuk flet? Çka ke frikë apo? Jo, më po së më zek, vend nga vendi. Nga vendi, qa, nga era, nga qa? Jo, nuk e di pse. Ore, halli është, ja i ke ti, unë e kam hallin vetëm, nuk e kam hallin kështu. Më të shpjegoj, nuk është se kam frikë, po ku di unë, është ndryshe kur e me Europë, ndryshe kur e vetëm fare. Ore, po deshe ik ti qa të bëj unë? E kam e vërte ik. Kur të vi babi ik, se babi do vit na japi një bateri për kamerën, se kjo s'ka bateri, po i mbaron. O të më bëjmë edhe kështu, që thjesht ta provojmë ta fikim dritën, ose thjesht ta lejmë shumë pak edhe t'i mbyllim kështu dhe të flejmë, të dy. Po qënë pse lejmë, është fillun këto. Unë e kisha kthy kamerën, po këtu nuk shihni asgjë se është shumë errësirë, vetëm këto delet më që i pat. Kamera ka 4%. Ojton provoj herë fle dhe e shohim. Po së zuni ik pastaj kur vi babi. Tani të presim të marri baterinë tjetër nga babi, se i pika bateria shumë shpejt. Mu po më flihet shumë gjumë, jam shumë e lodhme, po ku ti unë, s'po më ze as mu. Është ora 10:46, babi nuk e di pse s'po vjen. Tani o njerëz, bateria ka 2%. Unë po rria e fika se thash, ta rri baterinë deri kur vi babi, po babi nuk po vjen me sa duket. Edhe unë mendoj se do flej tani, nuk po rri dot më. Mbas edhe s'më ze, po kam hallë se më ze gjumi edhe paktën thoja natën. Merë Eltoni. Elton, për zotin hik se jam dhe më rehat me flet vetëm se jam shumë ngushtë, kështu hik. Ore, qose do rrish rri pa lafë. Hajt natën. Nuani. Qipe gorën, më ngre nervat, shtu këte shtu anej, s'kam ven. A thu se je këtu me ne krevat në mbretëror ti, shtu këte shtu anej, në atë shminë. Më nxjeta këtu. Më nxjeta me Eltoni se s'pa në kohën, po kështu shkurime me idiota. Edhe ta shik fli atje, nuk e di se ka shku ora. 11:06 minuta. Ora është 11:06 minuta dhe ne nuk e di a kemi as kemi një orë. Një orë është shumë, gjysore kemi që kemi ardhë dhe nuk kalon ora. Unë duket se ka shku super vonë, që s'në ka zënë gjumë, dhe ora nuk kalon, do më thënë ka kalu kaq pak kohë. Unë t'ja fus gjumi do Elton. Do fleshti apo do ikësh? Po ike, thirr merën, thirr këtë dushë se hik vetë. Në rregull, mos merr as telefon as kamerë me vete. Një njerëz mund të flejmë gjumë me shumë mundësi. Unë po, Eltoni nuk e di çfarë do bëj. Po që nuk e di tani. Po më doli gjumi, do e shihni dhe ju, po s'm doli gjumi, do shihni në mëngjes. Nisem, pa e mbyll për tani. Mendoj se do shihni prapë. Unë dukem shumë keq tani, po kjo nuk ka rëndësi ka që Toni e la për gjysmë sfidën. Unë isha gati të më zete gjumi dhe ngjoj Toni që ma bënte mua a ke flet dhe ma nxori gjumin, a kupton se si isha në gjumë. Edhe i thash unë jo, i thash qa ka? Tha nuk më zi gjumi këtu, po jam ngusht, jo po ti lëviz, jo po kështu të më thënë. Nuk e thonë të trojtë që kishte frikë, po i bite nga kime. Edhe me zi e binda ti të kestan, i thash, i thash se më vred nuk të duroj atë gjithë natë, se me që në mu po më zi të gjumi dhe nuk fletet fleja, se më thëmë të mua ke flet, a i zjut, tani unë jam vetëm, do flej gjumë vetëm. Nuk se kam frikë, po kur isha me Eltonin isha më kështu, jo se s'kisha frikë, s'kisha me Eltonin. Nuk di sa shpjegoj, është ajo ideja që jemi një njeri, e kupton? Sa të mbi Eltonin mu fundit, nuk të mbi na i gjë. Po, nuk e tani unë ta provoj do flej vetë. Edhe besoj do shihemi në mëngjes, ku të ndali gjumi, kur të sjohem. Nuk e di ku të sjohem, se këtu delet i mjelin herët nga ora 6 e mëngjesit. Ora tani është 11:22.
pas ka kaluar fare. Tani ta shohim kur do zgjohem. A do zgjohem, domethënë kur të zgjohem unë deri akoma delet këtu, domethënë do zgjohem para se ti mili, apo do zgjohem mbas se ti milin. Natën për sonte, do shifemi nesër. Po isha gjallë deri nesër. O njerëz, më ka dalë qumi. Tani është ora 2:10. Ka dalë qumi që në orën 1 edhe nuk më ka zënë gjumë deri tani. Kam 50 minuta që nuk flet dot gjumë. Nuk e di pse, kam frikë. Më gjej shumë zhurma. Nuk të mbas janë zhurma normale, po unë nuk po flet dot, nuk e di çfarë të bëj. Me shumë shans do ngel 3 zjut gjithë mëngjesin. Gjithë mëngjesin, që po them. 3 zjut deri mëngjes. Po nuk kam as bateri në telefon. Kam 40%. Edhe po të marrë këtë dritën ndezë deri mëngjes nuk më mban. Këtu ju nuk i ngjoni dot, po këtu delet edhe këto që janë nuk e di çfarë po bëjnë, po vrapojnë këtu. Bëjnë shumë zhurmë. Dhe po m'vjen që s'po më zë gjumi se nuk e di çfarë po bëj deri në mëngjes. Po të kisha bateri të kisha një zjut, po nuk kam as bateri. Është super mega errësirë, nuk shihni asnjë gjë. Ja që akse kam. Këto e kanë komplet në Terezi. Këto këtu që kanë qeta, po janë ca ndej, që nuk duken shumë, po janë ca ndej. Këti pasaj është errësirë totale. Se unë jam si jashtë, domethënë, është errësirë totale, nuk duket asnjë gjë. Nuk e di çfarë do bëj, po duhet të flej patjetër. Se është shumë herë, se ti ishte për shembull në ora 4, edhe kisha nejtë deri në orën 6, 2 orë. Po është ora 2. Unë nuk kam as bateri. Se unë, kur më doli gjumi në fillim, thash mos ta ndez videon, se mendova do më dali tamam gjumi. Më mirë, të rri pak kështu se mund të më zëj për 10 minuta, po tani që po e shoh që ka kalu, po bëhet 3 orë dhe unë akoma s'kam flet, dhe nuk e po rri as në telefon. Se këtu s'ka çfarë bën domethënë në telefon, se nuk ka internet, nuk ka valë. Nuk po rri as në telefon, thjesht po rri apo ngjoj ato zhurmash dhe po të gjumë fiksime. Nëse unë ta provoj do fli gjumë, ta provoj. Po s'mzuri, nuk e di çfarë do bëj. Kamera ka bateri, po nuk ka bateri telefoni im shumë që për dritën, unë po të fike telefonin dhe t'jem pa dritë, nuk ka pikë shansi, aty pastaj tani ta shohim çfarë do ndodhi, do flet dot apo jo. Paçi. Pra s'po flet dot. Ora është 2:15 dhe unë nuk po flet dot. Po stresohem sepse nuk po flet dot, nuk është një punë frike. Ka hyp një lloj vapi, nuk e keni idenë. Imagjino, më ka hyp vapi dhe unë jam jashtë, literalisht unë po flej jashtë. Se jashtë quhet tu, s'ka as derës. Kam thjesht një batanie. Kam 2 batanie, po vetëm me njërin jam bulu. Poshtë hudit ka luzë më të shkurtra. Më mendoj ta heq të hudin fare, po nuk e di tani. Gjëja fundi që më mendoj tani është të heq hudin. Po kam shumë siklet. Këtu sa më shumë të disha që më keq është. Se mbaj mend viteve të kalume, kur bënë muhabet me këto çobanët këtu, thonin këto për shembull natën, nga që këtu normal ka qenë stani që ryndelet, dhe këto natën lefin shumë herë. Po tani këto e shpjegonin kështu që këto e dallonin domethënë mënyrën e të lehurit dhe e dallonin për shembull se për çfarë len, domethënë mund të lefnin kot, e zema shu, ja kështë edhe në truni. Mund të lefnin për dhelpër, domethënë lefnin në mënyra të ndryshme për gjërat ndryshme, qenë, që ti sinjalizonin këto se çka ka. Dhe tani, nuk e mbaj mend tamam si e përshkruanin, dhe unë tani ngjoj këto qenë që lefin, dhe mundohem të kujtoj se për çfarë lefi, çfarë po ndodh domethënë. Apo lefin kot, po nuk i dalloj dot. Edhe unë sa i ngjoj që lefin, unë mendoj deri gjë më të keqe, pa të mund të lefin dhe kot. Po unë nuk i kuptoj. Nuk e di domethënë, tani them sa më shumë të disha që më keq është. Për shembull, po mos sa dija këtë detaj, nuk thjesht të mendoja që ato lefin kot, po tani unë e di që ato lefin për një arsye. Po nuk e di se për çfarë. Se atë qend nuk lefin kur vje e zim, pa e marrim, kur vje ujë ku futet u brenda ku jam unë. Ato lefin kur e ndjejnë, e shohin, nuk e di çfarë ndodh, që është afër, po jo këtu. Domethënë është duke ardhur.
Edhe këto misa tu nga e shpifën. Unë e di, unë flej, unë mbuloj kokën kur flej. Kur flej. Sa mund të kam flej 1 orë e gjysmë, mund të kam flej të gjithsej unë. Kur flejta nga ora, nuk e di që u zgjova në orën 1. Mund të kam flej nga ora, nuk e më fare se ka qenë ora 11:12. Dhe ç'po thoja unë? Ç'po thoja? Po, këtu ideja është që natën frymarrjen që lëshojnë këto dele, kur flejnë gjumë, është, jo vetëm kur flejnë gjumë, domethënë, është mirë për mu dhe për njerëzit që janë me astëm, na bën mirë. Domethënë që edhe unë kur t'jem gjumë, të marr frymën që lëshojnë ato si i bie, dhe unë mbuloj kokën, sepse unë kam frikë të misat. Për shembull, kur isha çpar, para se të fleja gjumë, që isha akoma me Eltonin, po shifa një mërimang super të madhe që po ecë sipër bataljes. Edhe ato e hodha kështu. Edhe unë flej mbuloj kokën, domethënë, për mua s'po më funksionon fare kjo gjëja deleve. Është më shumë për punë frika, do rri do deri në mëngjes, se nuk po rri për këto. Se unë po llogaritas frymën e këtyre s'o marr, po marr frymën time aty. Prandaj më hyp vapa dhe sikleti, se nga që mbuloj kokën. Po nuk e di çfarë do bëj. Ora 2:30. Po të rrizu deri në mëngjes, telefoni do më fiket, po të rrit flas me vete këtu në kamerë, dhe kamera do fiket, edhe kjo. Këto delit që po rrin këtu poshtë, që po flejnë këtu në tokë, poshtë krevatit, lëvizin. Edhe lëvizin këto 4 këmbët e krevatit anash. Edhe unë lëviz, edhe ma të harojnë, këto qenë gjonë kur lefin që nga stani ku rrim ne. Nuk është shumë larg po ideja. Po paktën aty kur lefin nuk është më intereson se për çdo arsye që të lefin, unë s'jam këtu, po tani që unë jam këtu është problemi. Tu delet, për ju që nuk e dini, domethënë, i ndajnë në dy pjesë, domethënë, një si quhet kope, një kope fuskot nëse. Po atë shtiu një dele shnet, shtiu 2 herë, e 3 herë, shnet pra. Sot sa të shtive kanë këto. Kam qenë njerë duke shty delet, të shtysh delet do më thënë, në momentin që ato i mjelin, ti do t'i shty, sepse t'i shtysh. Jo t'i shtysh këshu një nga një, po ideja do më thënë, që të futen aty te vendi ku mile, se zakonisht nuk duan. Edhe kam qenë duke shty delet, isha mes shumë deleve, isha në këmbë, domethënë. Edhe vendu kur të shti njëra, edhe qyret e asaj më bin nuk e dora, po të shti shumë, edhe nuk me kini din sa ma ka shpif, ishte shumë dhe se më hiku te ma biti që po thoja, më hiku tani. Nisi pare ta kutoj pësoj. Po që këshu ideja do me thënë. Do doja shumë t'isha kestane tani mos të mendoja si gjë nga këto budalli që po mendoj. Puneta zgju deri mëngjes, deri nga ora 5 sa të filloj të zbardhi. Aty pse nuk më plas më sa të zbardhi. Po tani po stresohem. Majmen, sa të filloj të bëhet pak fare ditë, mu do më zëj gjumi. Edhe pa let deri kur do fleja. Po jo se unë po bot ditë, nëse kam net deri kur është bot ditë deri në orën 6, po e marrim që këto i mjelin në orën 6 delet, i nxjerrin nga këtu. Po ja, e kujtova që po thoja. I ndajnë domethënë në 2 pjesë delet. Quhen shterpat, ku te shterpat janë delet me qingjat dhe desh, numri shumë pa. Këto rrin bashk, kurse te plejat janë super shumë delet, domethënë janë më shumë se shterpat. Unë jam te shterpat tani, dhe te shterpat janë qingjat. Dhe qa vinë këto ujqër këshu, jo se është e sigur që vinë këtu, po që ato më kollaj kanë të kapi një qingjë, sa të kapi një dele që mund t'ju hikë. Kurse qingjën e kapi, se qingjë i shkret është i vogël. Dhe shantët e më të mdhaja që të vinë këtu ku jam unë. Pse duhet di ka shumë informacion, o zot. Po nga një anë edhe është mirë, se i disa gjona që po mos i dia do isha super perfekcione dhe s'do, po të nuk do e merja kur guximin ta bëja këtë që kam bërë sonte, që të vija të fleja këtu. Plus edhe fakti që
Këtu flet çdo natë një nga këto çobanët, që sot nuk është, ka një 4 ditë që nuk është sepse marrin atë lejen e vet dhe fakti që mendoj që ai flet natë për natë këtu dhe nuk i ka ndodhur ndonjë gjë, arrita kuptoj që nuk ka një rrezik shumë të madh, po thjesht unë jam mësu normal. Ne domethënë jemi mësu si familje me malin, nuk është se kemi ne frikë, për shembull ka njerëz që mund vinë mal, mund të jenë në stan brenda me derë, me të gjitha domethënë super të sigurt dhe kanë frikë të dalin kur është natë të pinë ujë, e zemë nëse e kanë ujin aty jashtë stanit. Unë këto frika nuk i kam, unë dal nga stani, aty shkoj dhe mund të eci dhe pak më larg, domethënë dhe pse mund të jetë natë, nuk e kam si frikë, nuk është se jam tip që kam frikë shumë gjëra, unë vetëm këto insektet i kam bezdi se frikë është llafi madh, se po më shihni që po themi po miza, unë i kam bezdi ku më vinë në trup, se këto të vinë, këto nuk të pysin, a të vi pak apo ku diun. Sidomos këto lloje që janë këtu, që në Tiranë se janë pa në erë, si kam patur. Tira maksimum mushkonja ke, kurse këtu çfarë s'ka, krakalec, gjinkall, ta mushkonja super të mëdhaja që unë se kam pa njerë në Tiranë. Dhe këtë po thoja që kur po kam pak frikë unë këtu, që unë nuk marrë fare për tip që kam frikë, dhe madje as vetë se kuptoj a kam frikë apo jo, po e zem se kam frikë, llogarit kur kam unë imagjinoj një tjetër që është tip frikacak, nuk e di domethënë. Pra se pra tani të themi drejtën nuk është një gjë aq e vështirë, se unë thjesht tani nuk po më zej gjumi. Po streson që nuk po më zej gjumi, duhet të më zej gjumi patjetër sepse ora 2:28. Unë kam, nuk e di sa mund të kem një 20 minuta që flas këtu ose çere kore, po nuk e zgjidh edhe kjo, si ja thjesht do harxhohet bateria e kamerës, do harxhohet bateria e telefonit tim që ka blic. E ta provoj edhe një herë për herë të fundit. Po s'më zuri gjumi dhe tani, thjesht nuk e di çfarë do bëj, do mendoj budalliqe kot. Kam as çfarë bëj, thjesht do t'rregoj që nuk gazon gjumi akoma. Ose do të bëj një update e zemi çdo orë. Për shembull, ka kaluar një orë, po mos kam fit akoma. Pacim, pëse prap, ka kaluar një orë dhe mos kam fit akoma. Deri kur vi mëngjesi. Ose mund ndodhi që dhe të flej dhe pastaj kur të çohem do jetë mëngjes. Mirëmëngjes njerëz. Tani unë zgjoh, sa është ora? Ora është 5:54. Këto detet janë akoma këtu. Nuk e di domethënë, nuk e di si kam flet këtu dje. Kam flet, domethënë kam flet gjysmë, po ideja. Tani nuk e di aty ki të stani, që flet tamam, se normal që më flet prap, apo të ri këtu. Nuk mendoj se ka sens të ri këtu, se sfida besoj u realizu me sukses, ditë është tani. Plus që këto detet besoj se për pak do të nxjerrin edhe unë do jem thjesht vetëm të duke flet gjumë dhe se unë flej shumë vonë edhe s'mund të flej deri në orën 11-12. Po gjithsesi nëse do ta vlerësoja si eksperiencë, mund të them që nuk ta bëja prap. Nuk e di, nuk do ta kisha bë prap, vetëm po të kishin ofruar shumë lekë. Se ka. Po që zota kështu si kësaj radhe, nuk do ta kisha bër prap. Se njerëz, unë mendoj tani shumë të ikim të stani, unë jam e sigurt që të gjithë janë në gjumë. Mami, babi, Ana, Toni, Jona, jam e sigurt që janë të gjithë në gjumë se është shumë herët. Po edhe unë do shtrihem diku aty. Isha më kanë lënë vendin tim, isha nuk e kanë zënë. S'ka kusht ta zej. Ose po përtoj. Du marrë me vete. Deri të stani, po sa të bëhem pak gati. Gati. Si që vesh atletën. Diqa. Tani sa dola. Tani që i mendoj të kisha bërë një video. Do të tregoj vendin tani që është ditë, ta shifni tamam se ku kam flet. Jo vetëm deri do të tregoj edhe krevatin, po dola shpejt harrova. Shifni stani njerëz është aty. Kurse stani ku isha është këtu. Nuk janë larg. Ato në gjumë janë e sigurt. Besoj kur të zion, si do më shofin që jam në gjumë aty,
Nuk e di, a do mendojnë që kam ardhë natën, se s'kam nejt dot, apo dhe kuptojnë që thjesht kam ardhë në mëngjes. Edhe kështu, misioni realizuar me sukses, mendoj. Edhe të nuk se kam flet gjithë natën, tamam. Unë nuk e mendoja fare që do ishte kështu. Si gjës, unë nuk do kisha shku. Po tani nga që e nisa, merri dhe çiki natë që të vija natën këtu, ose masja 1 orë të vija të ajo po nuk rrit dot. Edhe më mirë që se erdha, se si ishte na i gjaq aq e keqe, po thjesht kur je aty çfarë s'mendo. Isha më zej gjumi tani, më mos më zej gjumi tani. Do më zej besoj. Shifini këto bukuroshat këtu. Si hapet dera se kam iden. Se kam hap njerë derën këtyre. Më fali, po nuk e di si hapet dera, kërkoj shumë dies. Ato që din të hapin. Tomi, hajde. Tani jo njerëz unë do futem të stani, se do flej gjumë. Dhe nëse ju ka pëlqyer kjo video, mund të bëni like edhe subscribe. Dhe të na ndiqni për më shumë video të tjera që do kemi në vazhdim, se do kemi shumë tjera, po jo si ky lloj, nga unë njonjer, mund të keni nga të tjerë. Pafshim!